Rritja e kostos së jetesës dhe të ardhurat e pamjaftueshme po bëjnë që për shumë të moshuar pushimet verore të mbeten vetëm një dëshirë. Qytetarët shprehen se këtë verë nuk do të mund të shkojnë në plazh, pasi pensionet nuk u mjaftojnë për të përballuar shpenzimet e disa ditëve pushime. Ndryshe nga vitet e kaluara kur zgjidhin kryesisht plazhin e Velipojës, këtë vit thonë se do t'i kalojnë ditët e verës në shtëpi ose në hijen e pemëve në parqet e qytetit. Me çfarë më shku më i zoj. Duen loqa, i thajmë në Shkodër, as pak shtjerë, se janë shkimet shteneta, këtu në për Shkodër, shetisin, e mëllën ditën jashtë nuk janë, mundësit financiare nuk janë. E kina ba edhe e kina ba shpesh herbile në të kalumen. Sot për neve është shumë e fështirë. Ne kënë ardhën ati fije më të mëdha, jo kishim shku, se Velipojën e jonë është, ishim shku më kare para dite deri në darkë edhe ishim këthy, ose në Qirok që e kena ofër, por duhen lek më të. Që ishëm plazh se pensionistët duhet shkojmë pak më herët, jo aq të mirë, usha e rritë të ardhurat, se këtu rrinë të ardhurat fix edhe çmimet rritën për ditë. Si a rritë të rritë 3 fish. E për ato pensionistë nuk kanë të ardhurat tjera, nuk kanë fëmijë jashtë diku që të ndihmojnë, është e tmerrshme. Sidomos këtu shëndetësia, shërbimi shëndetësor të hanë ilaçe, bëjnë shtrejt. Vetë i bëj pushimet në shtëpi. Pa lekët të situatë e punëve tash nuk ka moshë, tash nuk shkretet. Nështë po shkojmë ka Velipoja me vajzën, pa kalojmë i fije. Faleminderit për shtetit italian. Djali është 100%, është një invalid. Edhe 900 euro i japin, ja bin ushqimin i lokalit, në shtëpi për ditë, veç ditë shuhen të dile ja, i bin ushqime ka 3 herë në muaj. I bin, edhe kanë marrë për me qitë, i kanë pu këtë tër vetën javë, ka 2 orë për me i shetit atje. Edhe bë më harë të djali me 100 euro, me 100.000 lek. Qa bën djali, që nuk shet me sy? Ja, me pushime s'kene, që me shku me pushime, duhet me pas pari me grushe me shetit. Ku del me pensione, me shtu mujin. Për pushime në shtëpi për momentin se jena në punë, është keni kohë. Për shumë pensionist, vera këtij viti nuk do të ketë det e rër, por shëtitje të shkurtra në parqe, aty ku mund të gjejnë pak freski pa kosto shtesë.